Gjidulet be këto vëlla, Ferizaj, gjerdhe. Kena bo si shpit dit këtu bu, kanë dru rini o bu, s'ka mo patriotizëm. Në Tetov të thomë drejten jetën e triut në Gurbet. Gurbet. Po, shumicën e ki në Gurbet. Për jetës, masi që ki punu në Gurbet. Shumë gjona, këm investim në shpi, s'kam fjallë ato, nona dhe baba kur të përcilin për Gurbet s'kam fjallë ato. Veç ato e din që a i thunë vetës, ato e din dhimbje matë madhe që. Po gjyka gojle be vlla dhune, po nejse, unë jam një për Tetovë, që shi vlla? Mirë, ju Shpo që halan? sheni, mirë. Veshnit. Super. Gjidulet be këto vlla, Ferizaj, gjerdhe. Kena bo si shpit dit këtu bu. Ferizajin. Po, valla, Je vllai Tetovës, ha? Po. Bash. Tregom që dorësa të Ferizaj. Për qef apo? për qef. A do jeni shpesh Ferizaj vlla? Valla, i po. Dërgon qysh trajtohen shqiptarët në Maqedoni vlla. Tregom. Krejt në varet ajo si e qojmë na. Se për punu ma shumë duhet, për tu trajtu ma mirë duhet luftojmë edhe ne, për ta mrita që të na trajtojnë ato. Për krajen duhet ta kena edhe në gjitha anët. E sa Edhe po keni për për kraje vlla? Për krajen, valla, jo si që ka konë. Ju si më herët? Jo, E pse sot ka ndru çka për kraje vlla? rinia Pse ka s'është? ndru. Ka ndru rinia o bu, s'ka mo patriotizëm. Së rinia nuk merret mo me to gjona, merret ma shumë me teknologji. Po thuaj që ka ndryshuar rinia. Çka ka ndryshuar në rini o vlla jam? Sa që s'muni një më ku më që shini kohën më herët. Edhe pse Kosovën e keni shtëpi dytë është të shpjegu edhe kjo. Shumë gjona ka ndryshuar, bu. Shumë. Prej asit nisin deri te zhëja krejt ka ndryshuar. Rinia s'merret mo me bo familje ose diçka tjetër. Këshirin veç pare edhe teknologji, asgjosje. Qysh është jeta i një treut kallëzëm ti mu në Tetovë ose atje në Maqedoni? Në Tetov të thomë drejten jetën e triut në Gurbet. Gurbet. Po, shumicën e ki në Gurbet. Ndoshta edhe këtu tash ka fillu ta ndjenjë edhe juat se tash edhe në Kosovë, ja. Atë kena pa çdo herë atë problem, po tani ala ma shumë. Tregom pse vllon në Gurbet me vazhdu me në shuvenin e vet. Kallëzëm qysh është jeta në Maqedoni ose në Tetovë kallëzëm? Jeta- Sa është një rrugë minimale atje? Një rrogë minimale është 500 euro. 500 euro. E maksimalja? Mund të arrijë deri 600-700. Deri 600. Po. Do me thonë nëse në gastronomi ose dikun tjetër një punëtor, do shta merr edhe ma shumë, të 1000 euro. Ama problemi jo se mund të marrin e merr veç një sezon veror, pastaj jo. Ka shumë probleme. Ti vlla çfarë punon me çka merresh? Unë me gastronomi. Gastronomi atje? Keni lokal tonin apo punon ti? Jo, kam punu dikun, kam punu edhe prej në shtëpi me gjuhën gjermane, ma shumë një marrë me gastronomi, po kohën e fundit, para këtij vitit punova në gjuhën gjermane prej shtëpisë. Thash do e provoj ta shoh gastronominë në Tetov që është, se Tetov s'kom punu, shumë po. Ka bajiko, Pse s'ka? Pse s'ki punu vlla? ju marrë ma shumë Gurbet. Në Gurbet. Po, Keni jetë në Gurbet? po. Sa vjet? Kom shku me ndërprerje, do me thonë, prej ndimi unë në Gurbet, kom shku prej ndimi e 15-ës. Kam nejt 3 vjetë pasaj kom arë tu. Jom këthi në Tetov. Ase ne kom qenë edhe në punë shtetit, po atje partit i e dinë se si janë. Kur ndryshojnë partit, ndryshojnë edhe punësimet Dhe edhe. valla pse shkuve në Gurbet? Pse mora rrugën e Gurbetit? Çka të shtymë shku atje? Që kam shtiu, kur kom shku, fillim kom qenë shumë i ri. 21 vjet, 22. Mendojsha se atje të gjejmë parat në tokë, ama se dhe atje nuk është bashkë tjeta si mendojmë ne. Se dhe atje pa punë s'ka. Mirë po, ka një farrendi, dhe thuna, se këshu jetë ma shumë knaqna në Tetov, në Kosovë, se sa atje. Atje. Po. Tregom vlla që fitohet pare atje. Sa është lehtë me fitu pare atje? Atje si, ku të shkon, fitohet parja. Ku të shkojsh, punojsh, fitojsh pare. Atje thash e ke ma letë se ta mundëson shteti për një biznis ose diçka tjetër. Këtu të na edhe këtu në Kosovë, to është pak ma ndryshe. Si kena ato kushte, ndër s'kina mrin ato nivellet e atyre kushteve. Inshallah na vjen edhe neve ajo, e mbrim edhe ne atë ko. A ke arrit vlla të punu atje me bleni kart mirë? Kert mirë jo, po disa gjona po. Çka ke mujt me rregullu për jetës, masi që ke punu në Gurbet? Shumë gjona, kam investim në shtëpi. Kam nejt 3 vjetë pasaj kom arë tu. Jom këthi në Tetov. Ase ne kom qenë edhe në punë shtetit, po atje partit i e dinë se si janë. Kur ndryshojnë partit, ndryshojnë edhe punësimet Dhe edhe. valla pse shkuve në Gurbet? Pse mora rrugën e Gurbetit? Çka të shtymë shku atje?
që kam shtiu, kur kom shku, fillim kom qenë shumë i ri, 21 vjet, 22. Mendojsha se atje të gjejmë parat në tokë, ama se dhe atje nuk është bashkë tjeta si mendojmë ne, se dhe atje pa punë s'ka. Mirë po, ka një farrendi, dhe thuna, se kështu jetë, ma shumë knaq në Tetov, në Kosovë, se sa atje. Atje. Po. Tregon vëlla që fitohet pare atje. Sa është lehtë me fitu pare atje? Atje si, ku të shkon, fitohet parja, ku të shkojsh, punojsh, fitojsh pare. Atje thash e ke ma lehtë se ta mundson shteti për një biznis ose diçka tjetër. Këtu të na edhe këtu në Kosovë, to është pak ma ndryshe. Si kena ato kushte, ndër s'kena mbrin ato nivelet e atyre kushteve. Inshallah na vjen edhe neve ajo, e mbrim edhe ne atë kohë. A ke arrit vëlla të punu atje me bleni kertë mirë? Kertë mirë jo, po disa gjona po. Qa ke mujt me rregullu për jetës, masi që ke punu në gërbet? Shumë gjona, këm investim në shtëpi, që na i ka bo baba. Ndosha kom shku edhe në në pushim, e kom pa dikun ku është pak ma mirë, jo në Shqipni, po dikun tjetër. Aman edhe këtu, është u afrua, jo ko se të mundet mbrim edhe ne. Edhe në Po, tregon kështu vëlla. Qa ke punu atje? atje kom punu për momentin, unë ndë shkojnë gurbet, Po. shkojnë Kroaci. Ajo është punë sezonale, nuk e qujmë gurbet, ajo është një punë. Normal, vish sezon. Po, sezon, po. Atje në ma shumë di kom shku më, i thumë, si i thunë ato, baushtele. Baushtele. Po. Sa atje shqiptarë s'punojnë diçka tjetër, baushtele dhe gastronomi. Ato që kam pare janë kibres që vinë tash. Kjo rinia është pak e zhitur në punë, dhe me thonë, dhe thona i larkë gastronomisë, larkë baushteles, mere me disa punë tjera, po. E vëlla tregon kështu, për kënd më ke molli më shumë dikuresh atje. Wallahi për ketë. Për ketë, për nom, për bab, për gru, për fmi, për kretë. Dhe më thonë, sa vite ke nejt larg grusë dhe fëmijëve, edhe nonës e babës? Me vitën 2015 kom ndet gati një vjetë e gjysë larkë. Pa i po. Po, u deshte. Ishte ashtu situata për të ndet. A ka pas rast nërë që ki kajt në gërbet lopi mërzisë ose pi mollit? Ja, valla se s'ke kohë atje me kajtë. Po s'ku me Jo, kajt, për veç punë atje. Sa orë ditë e bëna ishe vëlla? Barët, si fun kum kanë të daja im atje, gastronomi. Kena punu, do me thonë, 8 orë kum bo. Ma shumë se 8 orë, ama kena punu. Ka punë atje o ndryshe. Qa të tha nona kur të përcili para nena? Ha? Qa të tha nona? Rruga e mbarë, si çdo herë. S'kan fjallë ato, nona dhe baba kur të përcilin për gurbet s'kan fjallë ato. Veç ato e din që i thunë betës. Ato e din dhimbje më të madhe që. E nusja çka tha nusja? Nusja tha, inshallah bëhet mirë të ardhmen. Kofte fundit. Po. Të rujtë zoti vëlla, respekte, për të mirë, i rujtë zoti vëlla, kaleni mirë, respekte.